Jemi. Jam. Prandaj du të bisedosh me ta dhe ta zgjidhësh problemin. Grua, bre, nuk jenë zyrë këtu. E di, qka të kujtu ty zyra tash? Se po sillesh me mua si kur t'isha pacient i yti. Sa mirë do t'ishte kisha pacient. Do shta do t'kisha shëru. Po ti më ke smu. Unë t'kam smu ty, a? Unë t'kam smu ty, a? Dikush t'ka smu ty, prendrit e tu. Më saksisht, nëna jote. Nëna ime? Nëna ime? Gatuan shumë mirë. E unë? Edhe ti. Faleminderit. Pra, duhet bisedosh me babin sa më parë, ta zgjidhësh problemin. Nuk jeni më fëmijë. Bisedo me të tregoj çka po të mundon. Të tregoj gjitha ato që mundojna? Edhe barkuna? Në raport me të. Ke të drejtë. Duhet flas me të. Oj, Nuse! Nuse! Kur në, babi? O, nuk tina ty, jo, tina Nusën teme, une. Aha, Nusen! A nuk është nalë me ty, jo? Jo. Që? A tha që është me mua? Po mua mu duk që tha se po vjen sigur. Më bre? Kuku? Te ka shku me dikon tjetër. Bia, më duke që i nona jote po më thafton. Që? Babi, jo, bre, nuk pësaj, nuk duket ashtu. Ja, po. Ja, ka një kohë gjatë që unë po dyshojnë. Bile një herë atjen në Teksas, gati e pa të në zonë. Shka? Ja, po. Po bëja i kare më të trullarë. Po kush drejtë që shko më të plaka. Ti? Ja, Allah, bile asun as që e shfikoj, bile. Po ka dalë me fmi, dhe ju bleti qka më të trullarë, ka dalë me fmi. Bre, babi, po pse të shpenzohet, nuk është dash? Nuk ka pas nevoj. Që nuk ka pas nevoj. Ka pas nevoj. Gjysh e kanë. Edhe e do të me dalë me ju bletë fmive t'i shka. Mua më do të shkoj pak kuzhin, po ju lë juve dyve vetëm. Bab, ne të dy duhet bisedojmë. Hajde shëqyrë për i zotit, Jarabi. A ashtu s'po folë që heq. Flasë më guzon për i grusa që ka drejqin ki. Bab, unë seriozisht po flasë. E di fort mirë se ne të dy nuk i mendoj bashkë mirë. Jo në për vete di shumë mirë, për ty nuk e di. E mu këtu që ndron problemi, se për mua nuk e di. Po nuk e di normal, se ti nuk po do që unë di. Ti? Më ke braktisur, kër më je dashur, më së shumti. Urdhëna? Po. Më ke braktisur, kër më je dashur, më së shumti. Që, mos e more. Ti je një baba i papërgjeshëm. More, që. Edhe tani po sillesh si një i tillë. A bo, a? Po. Po ti a di më se qka po flet, a? E di edhe e di mirë, se e ka menduar gjatë madje. Që, e sa vjeç ke kur unë ty të braktisa? 30. 30. Ere, në moshën kur mas shumë ti dikuj i duhet baba, a? Sa po u bëra me fmi, i sa po martuar, ende po u stabilizuar, jo? Po, a? Pse a kondasht me net me t'rujt fmi tyja? Din më ti se një jetë në ka shku t'ju rujt juve, t'ju vrit juve. Një rinia në shkojnë në skomje, në vujtje, në robni.
Sa u stabilizuam pak, lindet ju. U martuam në Hongër Dreqi. Pastaj u dasht mi u rrit juve. Pastaj demonstratat, luftat, jeta po shkon. Edhe ne kem dëshirë me jetu jetën sikur ti. E shmoj e men, kur gjë nuk kom kursy për ty. Derisa si e bo zot i vetvetes. Edhe ka fshatën e gojës e kom da me ty. Për pas baklavas. Po vona baklaven makakujt. Tak makonta bile. Veç tash kur e pash botën, kuptova se pas ka edhe gjëra tjera më të mira se sa baklava. Më të mira dhe më të këqija. Nejse këtu se kom fjallën për nonën tonde, se po në një. Unë ty të kom lënë prind, mërë. I martu me një gruat mrekullueshme. Zoti vetë vetës. I aftë me marë përgjithësi për vete edhe për familjen. Bile, më duke që i vonë të kam braktis, është dasht ma herët. Këtu je korit pak me babën. Se? Qështë se? Që s'ke for një kod gjatë me mua. Po ti? Po ti. Po dhe në qofë se kom gabu, babu më ke, edhe baba lartë gabojnë, edhe ta janë njerëz, ta është ti këte besoj e di. Po qka po? Po unë jam më shumë se babë, edhe nuk gaboj kur. Po t'ja kujton se nuk ke mungu? Po t'ja kujton se fëmit tu, nipat e mi, më të mirë të në botë nuk kanë mungu? Jeta është e shkurt, po se shijove ik shpejt. Është e vërtesa që në Amerikë po knaqem. Atje jam zoti vetvetes. Më duke si kur mu ka zgjati jeta, s'kam nevoj për aske. Për nuk thonë këtë se Amerika është vend i mundësive. Ja, këtë s'mu të thuash se nuk ndodhe edhe në Kosovë. Zgjosh një ditë për i gjumi, lëshon televizorin, vetëm kur e sheh veten që janë pozitat larta në qeveri. Jo, qyre, unë vendin të me dua dhe nuk them se është i keq. Por Amerika mi ka realizu ëndrat e jetës. Edhe me nëna? E këtu pak kom dështu, po nejse. Vetëm një gjanë dije, se gjithmonë kom menu për ju, edhe pavarësisht se si e sjell me mu, unë dua shumë. Unë nuk të kam thirrur se për më ke munguar. Edhe unë të dua shumë. Atje s'kish ilaç për gra. Fatkeqësisht as atje. Që. Paska edhe tiramisu. Mimoza e ka bërë për ty. Aha, dur ti njomshin. Betnuse keti, betnuse. Mos u përgjot si gratë. Bre, po kur nuk do të bëhesh burr. Mirë. Merë djel, merë, apo të përqenë? Merë. E që gjitha, apo të përqenë? Shumë e bukur, apo të përqenë dy? Shumë. Merë, zëmë. Bukuroshe, ty apo të përqenë e? Po. A bjen të amon? Po. E vajsh me shumë, merë. Po, gjyshe,
Po shumë O, mos I këqyrni parat, mos këqyrë sa kushta, merë. Ua, shumë e bukur që kjo, ha? Po që? Faleminderit. Dite lumja të çfarë gjyshe paske, sikur të ishte baba Dimar. Po, kjo është grua, pra sikur të ishte nëna Dimar. Pse ko në Dimar, a? Më duket se po. He, mos është mërë kjo vetë në Dimre? Se ma, është e mundër. Vetëm ka të regu një gjysha se ko shok atje në Amerikë Supermanin. Ja, betullet asëra. Po, në vesa që mundër me fi. Po, pse më jo? A I fluturan në për planet e tjera, as po fluturan dhe këtu. I gjysha për vetë Supermanin të takujnë, njëra? Pak ma pak fore me te, tha se ishte shumë I zënë dhe se ndoshta vjen më vonë. Po, tha, ndoshta ka vjen më vonë. Gjyshe mu, a jave, Mbrëm kam parë një ëndër të tmerrshme. Kisë se isha para një auditori për plot me spektatorë. Nuk e di apo jepi apo merrja një çmim, po sido që tjetë, salla ishte për plot me njerëz. Dhe për një herë filluan të qeshin me mua. Nuk po kuptoja pse. Mendova normalisht në ëndër. A thua po qeshin me Barceletën time. Sepse ju e dini që unë jam një humorist I papar. Dhe për njerë konstatova se isha I tëri I zhveshur. Ja kuriq, ashtu si që më ka lindur nëna. Përpës ca ndryshimeve të vogla në më kuptohet. Për njerë më doli gjumi. Në vërtet nuk më doli gjumi, po më zgjoj gruaja dhe ishte hera e parë që u gëzova që e pash. Atë. Tër ditën mendova dhe në fund konstatova se duhet kisha bërë ndonjë gjë për të cilën isha penduar.